Gëzuar ditën e rinisë. Sot është 8 dhjetori, dita që ndezi shpresën dhe ndryshimin për Shqipërinë. Dita e rinisë në Shqipëri festohet me 8 dhjetor, një datë e cila është ngulitur thellë në kujtesën historike të kombit tonë. Kjo ditë nuk është thjesht një festim simbolik, por një moment të reflektimi mbi fuqinë transformuese të të rinjve dhe mbi rolin e tyre vendimtar në rrugtimin demokratik të Shqipërisë. Lëvizja studentore e dhjetorit 1990 ishte zëri i parë i lirisë. Më 8 dhjetor 1990, studentët e Universitetit Tiranës dolën në rrugë në një nga momentet më të rëndësishme të historisë sonë kombëtare, përballë një regjimi komunist të hekurt, që kishte sunduar për dekada, qindra të rinj të frymzuar nga idealet e lirisë dhe demokracisë, ngritën zërin e tyre kundër padrejtësisë dhe izolimit totalitar, me parullën e famshme, e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Ata shënuan fillimin e një epoke të re. Ishte hera e parë që regjimi trondite nga brenda, jo nga forca politike, por nga një brez i ri që kërkonte të ardhme, dinjitet dhe hapje ndaj botës. Protesta studentore u bën ndezësi e demokracisë në Shqipëri. Ajo hapi rrugën për pluralizmin politik, për riformësimin e institucioneve dhe për transformimin e shoqërisë shqiptare në një vend që synonte vlerat demokratike dhe evropiane. Rinia është forca më e madhe e zhvillimit dhe ndryshimit. Sot, më 8 dhjetor, Shqipëria feston ditën e rinisë, një datë që nuk është thjesht për kujtimore, por një gur themeli në historinë moderne të vendit tonë. Në këtë ditë, ne rikthehemi pas në kohë, në vitin 1990, kur studentët e Universitetit Tiranës morën guximin të dalin në rrugë dhe sfidojnë sistemin e mbyllur shtypës që kishte sunduar për gjysmë shekulli. Ishin të rinjt ata që me një vendosmëri të rrallë ndezën shpresën e një populli të tërë, me thirrjen e tyre të paharruar, e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Ata kërkuan liri, dinjitet dhe një të ardhme të drejtë. Ajo lëvizje studentore u kthye në momentin kyç të fillimit të pluralizmit politik në vendin tonë dhe të rrugës drejt demokracisë. Sot, ne nderojmë atë brez të guximshëm studentësh, që ndryshoi rrjedhën e historisë shqiptare, por njëkohësisht kjo ditë është një homazh për të gjithë rinin shqiptare kudo që ndodhet, në Shqipëri, në Kosovë, në trojet shqiptare dhe në diasporë. Të rinj shqiptar kanë qenë gjithmonë forca më e gjallë e shoqërisë sonë. Ata janë motori i zhvillimit, krijuesit e ideve të reja, mbajtësit e vlerave dhe vizionarët që ndërrojnë një vend më të mirë, në arsim, në shkencë, në biznes, në art, në sport, në teknologji. Rinia shqiptare po tregon çdo ditë se është e aftë të konkurojë dhe të shkëlqejë në çdo skenë ndërkombëtare. Dita e rinisë na kujton se shpresa e një kombi që ndron tek brezat e rinj. Sot ne kemi një detyrë të përbashkët, t'i mbështesim, t'i motivojmë, t'i dëgjojmë dhe t'u krijojmë hapësira ku ata të shprehin talentin dhe energjinë e tyre pozitive. Edhe sot, dita e rinisë është një rikujtim se ndryshimi nis nga energjia, kreativiteti dhe guximi i brezit të ri. Rinia shqiptare ka patur gjithmonë një rol të rëndësishëm në shoqëri, në arsim, duke kërkuar standarde më të larta dhe reforma të domosdoshme, në kulturë, duke ruajtur traditat, por dhe duke sjell frymë moderne, në teknologji dhe inovacion, ku të rinjt janë bërë pjesë aktive e zhvillimit global, në komunitet duke marrë pjesë në nisma vullnetare, humanitare dhe sociale, në politikë, kur gjithnjë e më shumë të rinj përpiqen të sjellin ide të reja dhe qasje më transparente. Dita e rinisë është një thirrje që shoqëria duhet të dëgjojë. Të rinjt nuk janë vetëm me ardhmja, po janë sot forca motorike që lëviz vendin përpara. Një ditë që bashkon të shkuarën me të ardhmen. Çdo 8 dhjetor, në shkolla, universitete, qendra rinore dhe institucione të ndryshme organizohen aktivitete për të nderuar këtë datë. Debatet, koncertet, ekspozitat, takimet me personalitetet të ndryshme dhe aktivitetet vullnetare janë mënyra për të reflektuar mbi rrugtimin e rinisë dhe për të motivuar brezat e rinj drejt pjesëmarrjes aktive në jetën shoqërore dhe politike. Ky është një moment për të kujtuar sakrificat e studentëve të vitit 1990,
por dhe për të vlerësuar përpjekjet dhe sukseset të rinjve të sotëm që vazhdojmë të punojnë për një Shqipëri më të zhvilluar, më të drejtë e më të hapur. Gëzuar pra ditën e rinisë, urime të gjithë të rinjve shqiptar. Ju jeni ardhmja, por mbi të gjitha jeni forca që ndërton të sotmen. Gëzuar pra 8 dhjetorin. Gëzuar.